Rritja e çmimeve të derivateve të naftës nuk ka bërë që qytetarët të shfrytëzojnë makinat e tyre më pak, përkundrazi. Sipas kryeministrit, ngritja e çmimeve ka ngritur edhe konsumin e naftës në vendin tonë. Kryeministri Hristian Mickovski deklaroi se rritja e konsumit të naftës mund të bazohet edhe në faktin se shumë qytetarë të shteteve fqinje shfrytëzojnë afërsinë dhe mbushin veturat e tyre me naftë në vendin tonë për shkak të çmimit më të favorshëm. Nuk mund të them për qytetarët e Maqedonisë nëse e kanë ulur përdorimin e veturave sepse numri i madh i qytetarëve nga vendet fqinje furnizon me derivate nga vendi ynë dhe kjo rritje është tashmë e ndjeshme. Mund edhe të flasim për 200.000 litra në ditë, konsumi më i lartë se ç'ishte më parë. Është normale të kemi sfida, por për momentin mund të them se kemi gjendje stabile dhe nuk ka nevojë për kufizime dhe ndalesa shtesë. Uljen e TVSH-s nga 18 në 10% për derivatet e naftës, kryeministri e vlerësoi si hap të qelluar, por paralajmëroi se e njëjta është në fuqi vetëm edhe një javë dhe më pastaj paralajmëroi edhe masa të reja, duke mos përjashtuar edhe uljen e akcizës. Ulja e TVSH-s në mënyrë direkte prodhon efekt pozitiv. Kur të analizohet çmimi nga java e kaluar, mund edhe të kemi ulje të çmimeve të benzinës dhe dizelit, që pres të jetë ose me çmim të njëjtë, ose eventualisht gjysmë denari më i shtrejtë. Masa jone jep efektin e saj brenda 2 javëve. Më pastaj do të shohim se si do të jenë çmimet në tregjet globale dhe do të vendosim. Ndonse kryeministri dhe ministrat vlerësojnë si pozitive masat për çmimet e derivateve, të njëjtat janë kritikuar në masë të madhe nga opozita, e cila masat e qeverisë i vlerëson si jo efikase dhe të vonuara.